Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një konference për shtyp është shprehur se shqiptarët nuk duhet të jenë të pranishëm në zonat e banuara me serb. Lavrov tha se në Ballkan po rriten fuqishëm tensionet dhe se Bashkimi Evropian duhet të ndërhyjë për të ndihmuar në qetësimin e situatës. Ai theksoi më tej se forcat e policisë shqiptare nuk duhet të jenë prezente në hapësirat e populluara nga serb në veriun e Kosovës. $10,000, значит, с предложением... Shpresoj që të gjithë kanë kuptuar se ne nuk duhet të lejojmë që të shpërthejë një konflikt i armatosur në Ballkan. Bashkimi Evropian duhet të qetësojë situatën dhe të ndikojë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes Prishtinës dhe Beogradit. Reagimet e ministrit të jashtëm rus vijnë menjëherë pas incidentit të javës së kaluar, ku një tren i nisur nga Beogradi për në Mitrovic, në të cilin shkruhej Kosova është Serbi, shkaktoi tensionimin e menjëhershëm të situatës në kufirin Kosovë-Serbi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se treni u ndalua për të mbrojtur sovranitetin e vendit, ndërsa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, pas një takimi me shërbimet serbe të sigurimit ditën e shtunë, tha se kishte marrë vendimin ta kthente trenin prapa në Beograd, duke akuzuar autoritetet në Prishtinë se po luajnë lojra lufta.